si è aperto attorno a me, nell'impronta di un perduto paradiso con nessuno mai diviso, mai non si vive mai. Io come un ladro che non distingue il bene e il male dentro sé e nemmeno sa chi è, né cosa è stato. Questa vita cambia e cambierò per un bacio che ho cercato. Mici așa mie de shokut ton, mikur ton të shtrenjtë, Zotit Luis Samali. Mirë se erdhë në këtë studim të vogël, intim, në rastin e promovimit të librit, një dritare në jeta, të kolegu tuj të punës, të ekonomistit tallu, por që qysh në fëmini pat shumë dëshirë dhe përkushtim për fjallën artistike dhe gjatë viteve të tij në organit të ndryshme të shtypit, lokal dhe qendror, bani disa botime në fushën e poezisë, e skicave letrare, të humorit dhe kohëve të fundit, ai nxori librin e tij të parë për ty, me vjarça dhe skica letrare, ndërsa sot na jep në dorë librin Një dritare në jetë. Mendoj se libri Një dritare në jetë është një autobiografi e autorit, e shkruar dhe e pa me kujdesir në kënd në shtrimin e tij
politik, shoqëror, ekonomik, social. Por nuk është direkt autobiografi. Me qenë se jeton kohëna të ndryshme, të ndryshimeve dhe zhvillimeve të aspekteve jetësore, sipas kanë vështërimit të tij sot, banë edhe konkrete dhe vlerësimet e tija filozofike, sociale dhe ekonomike. Me këtë rast, dhe dishorim që krimtaria letrare, artistike, e ekonomistit Luiz Temali të jetë si një bilanc, e jo me shifra, ashtu si ka punu gjithë jetën, por një bilanc me arritje artistike që e dorëzën sot një Luigi për këtë periudhë jetë që ka jetu, kur do jerë me dëshirën e madhe që në të ardhmen ai do ta pasunoj edhe me shkrime të tjera pokaq të bukura dhe ndoshta edhe më të mira. Lejoni që ne munduj të urojmë Luigjit suksese, jetë të gjatë dhe pasuni letrare. Në ana tjetër, ju ftoj që secili sipas dëshirës vet, mundësive dhe teorive që ka për libër, të japë në një mënyrë lërësim apo sugjerim për libër një letrare në jetë. Që sot në Telekom, pra nëse më dhe një që di që në sallat të bëhet promovimi një librit. Por kja kohë, pra solli si solli ndryshime, në botë kuptime, në infrastrukture, pra solli disa ndryshime që të ndryshojnë ata tabu, që promovimet e libra të banë vetëm nga në caktume. Edhe unë përsëri kam kënaqësi që krahas kolegëve punojësit në rrumë të Telekomit, një punojës i tyri që nosha ja duka dhe çudi se si Luigi, pra ky koleg, ky mik, ban poezi. Këtë befasim e kam pasur unë fillim, kur Luigi mësoi poezitë e para për t'i lexu. Dhe më njëherë u befasova për intuitën, për temën, edhe për figuracionin letrar. Pra Luigi nuk doli në vëllimin e parë si një diletant, pra si dalin të rit për herë të parë, për përvu penën, por doli me një unë poetik, me një konfiguracion poetik që me njëherë Luizin e rrështoj në armatën tonë, pra në armatën e krijuesve. Ashtu i pa fjalë, i qetë, por shumë punëtor, kuptohet se Luigi është një lezues i pasionuar i letërsisë, sepse nuk ka mundësi që të bëhesh poet e shkrimtar një njeri i cili nuk lexon dhe nuk krijon, dhe nga vëllimi i parë, ku spikati me drejt, Zoti Pavlin foli për vlerat e vëllimit për ty, ku aty është edhe një poezi, ndoshta gjithë e dini që për poezinë Aleluja, vetë Papa Gjon Paul II i ka shu një letër falënderimit që këtë tekst mund të bëhet si hymni i rinjisë kudo në botë. Dhe në këtë vazhd, Luizi mori një zhanër më çlirë, gjeni më çlirë në pros, pra nga poezia ka lënë pros. Dhe këto janë kujtimet e tija. Dhe në këtë vëllimin e dytë, vetë fjala një drejtare për jetën, pra Luizi flet me modesti, pra kjo drejtare e vështron jetën Luiz Temali. Proza dallohet për një stil konciz, narracioni vjen në mënyrë të rehatshme, pra duke e konsolidu autori vetën edhe në pros. Dallohet për detajet dhe fali, Telekom, fjalla kom, e fjalla dhejja se në gjashme. Këtë të kërkoj për nomër, se e ban promovimin e librit me qanë në Telekombit, e përcisave herë kombit e avrill është barabar. Në libra si krimtarinë e Luiz Temali që kam ndjek vazhdimisht, ka larminë e shkrimeve, që ka përqyrë mija një,
tematika ndryshme edhe gjua jashtme. E tregzoj që si ky libër të vazhdojnë përsëri me krijimtarinë e tij as të preferueshme tani. Kam marrë pjesë edhe në promovimin e librit të parë dhe ma i mend në tjera që kam parë një fjalë që çdo lider i ri është një fëmijë, ndihmja e një fëmije dhe gëzimja si për bashkët, si për prindin, si për ata që vijnë ta urojnë. Këtu kemi vëllimin e dytë të Krishtë e Majës. Vëllimi i parë quhesh për ty. Të njëjtin titull ka edhe tani. Për ne është. Ky është një libër modest, siç është modest edhe autori. Krishtë e Majës. Ka sinceritet, siç është i sinqert dhe i thjesht vetë autori, në jetë. Ka dhimbje dhe kënaqësi. Kënaqësi për atë që kam arritë së bashkut. Po e ka fjalën për Telekom. Dhimbje për atë që po e prishim mirisht, duke me interferent së bashku. Autori përpiqet të bëjë një kurrikulum vitae, një autobiografi, duke i shtuar kësaj edhe sentencat tjerë që tregojnë vështirësitë e punës, vështirësitë e qenit njeri i mërshëm, vështirësitë e qenit kritik në asaj që së shkon. Nuk ka çudi guximi i autorit. Din edhe të vlerësoj në periudhën mes dy hopeve, mes asaj që kalua dhe kësaj që po jetoj, duke dhënë edhe të mira nga ajo që kalua, që është djersa dhe nuk i gjithve, e nuk është i një sistemi, po është i njerëzve, si që thekson autori, duke dhënë edhe të mira, edhe të këqija e këtij sistemi, ku po jetoj, së bashkët, me të mirat dhe me dhimbjet tona. Autori, në sentencat e tija, tregon i paanshëm, tregon mendimin e tij, tregon zemrimin e tij, tregon edhe kënaqësinë e tij. Të bën përshtypje në një kur flet për të sot. Pas i flet për atë që o arrit, pas i flet edhe për këtë ndërtesë të bukur që u bë, thot një vend kështu. Me çlirimin e Kosovës, një erë e re, e fuqishme, e shpresës dhe përparimit, po fryn mitrullin shqiptar. Por, për fat keq, anëmisë të tjerë të egjër e rrezikojnë atë korupcion e krimit, për shkatrojnë vlerat morale shpirtnore të një popullit tanë. Antivlera, çdo ditë, si një shtrik mizore, e dal nga një moçalinë, kafshon me të gjitha format çdo pjesë të trupit të shoqërisë tonë. Ajo është e fuqishme, sepse ka në dispozicion të saj pasuri, para dhe ardhë, me anën e cilave godet dhe e krus në anën Shqipëri, shpresen, amrat, dëshirët dhe jetën e çdo shqiptar. Dhe autori e mbyll këtë libër, këtë autobiografi, këtë kurrikulum vitae letrare me fjalët e Papës në enciklikën e tij për kapitalizmin dhe socializmin. Ja që thot Papa dhe autori me guxim mundohet të jap mendimin se
këto sentenca të papës, Gjopali II, e kanë shtyrë për të shkruar të vetër. Ja çfarë thot papa dhe cila është ideja e gjithë veprës së autorit. Teoria e ekonomisë tregut është e kundërta diametrale e figurës idealiste të marksizmit, i cili janë nënshtërë individit, shoqërisë, duke kërkuar prej tij që ta shohë lumturinë e vet në një të ardhme të lartë komuniste. Kurse ekonomia sociale e tregut shikon tek përpjekjet e vazhdueshme të individit për përmirësimin e kushteve të tij të shpëjetesës, të gërshetuara me përgjegjësinë sociale të njerëzve, motorin lëvizjes për mitësinë shoqërore. Kam frikë, na mëson papa, se ideja për një rrugë të tretë është një utopi tjetër. Nga njëra anë, dhe zbuloj vetveten si një emet tragjike e shoqërisë tonë. Ndërsa, nga ana tjetër, ne kemi kapitalizmin, që në anën e tij praktike do t'ishte i pranueshëm, do t'ishte, thekson papa, me kufit e doktrinës sociale të kishës, se në shumë aspekte ai është konform me ligjin e natyrës. Kjo është ideja e gjithë. Dhe për këtë ide, për këtë guxim, për këtë sinqeritet, unë uroj autorit dhe uroj edhe linjën e tij. Faleminderit. Shpreh një mendim dhe është të dërdiku, më thanë që si një habi, si Luizi që është një ekonomist i mirë, operon në fushën e letrave. Nuk di nëse e keni vënë re, po të gjithë personalitetet politike, pasi bëjnë jetën e tyre politike dhe bjen nga fiku, po e thënë, shohim se ajo jetë ka qenë jetë boshe dhe përpiqen të bëjnë diçka në fushën e letrave. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh sepse fusha e letrave është e pavdekshme. Të gjitha tjerat janë deri të vdekshme, ndërsa fusha e letrave është e pavdekshme. Nuk ka asnjë habi që një ekonomist të shkruajë. Bile mund duket se e ndihmon. Matematika ndihmon kudo. Dhe po të vënë re njerëz që kanë kryer për matematikë dhe shkruajnë, e kanë frazën shumë të saktë. Sepse gjithë jetën këta njerëz i ka mësu lana ose shkolla që kanë kryer për të qenë të saktë. Sepse 1 dhe 1 bajnë 2, nuk bajnë 3 kohë. Pra në qoftë se diku tjetër kush që shkruan toleron në frazën e tij, toleron në mendimin e tij, ai që ka kryer për matematikë, domethënë unë matematikë kam parasysh edhe inxhinerinë, edhe ekonominë, edhe të gjitha tipujt, ai nuk toleron asgjë në këtë mes. Dhe duke mos toleruar asgjë, as në frazë, as në mendim, ka mundësi që vepra e tij të dalë ndoshta edhe më e mirë se njëri që ka kryer postafat. Më bërë përshtypje një ditë, një i Luizit, duke di se ne shkrujnë, edhe unë thot e kam, nuk e njifshe, edhe unë thot e kam një babë, një ashtë thot shkrimtar. Po kush është ai? Thot Luiz te Mali. Dhe e pashja i njete një gzim e djalëri që ka një ashtë i cili merret me këtë punë. Dhe më thanë, njerëzit edhe krenohen me këte ata njerëzit e se cili gjenë në vend edhe për të krenu me punën e tjetërit që lënë diçka dhe më thanë. Lënë diçka nga shpirti i tij. Ju lënë pasardhësve diçka dhe Luizi e ka marrë dhe nuk e ka ba mirë. Uroj Luizi që ta pasojnë edhe me libra tjerë. Edhe që na ka mbledhur këtu. Është diçka bile po më duket më bukur se çdo promovim tjetër, se është një promovim kretin tim.
ku kam mbjell shokët e punës dhe shokët e tij të fushës letërsisë. Urim. Të ti nivellit si banë shkrimtar në Rum, të qytetit Shkodrës, publicist, gazetar, e shohë këtu ka ardhe elita, do të thosha e letrave të Shkodrës, njerë si kanë pas një tim ma shumë se sa qytetive, njerë si kanë rëzatu ma shumë se sa Shkodra, dhe i kanë kalu kufit e vend. Profesor Kraja, Paulin Selimi, Zoris Bartali, Odinteria, tjerë, edhe shkrimtar tjerë. Prandaj na shmojmë këtu dhe na lohëm të vlerësimet që dhanë këta njerëz për veprën e Luiz de Mali. Pra, ajo është një vlerësim e unë nuk mund të sepse nuk jam specialist i letrave dhe i mendet këtyre njerëzve ta vlerësojnë e ta gjykojnë punimin e Luiz de Malit. Por unë nalem në diçka tjetër. Si një njeri që vjen nga fusha e ekonomisë, si që është zoti de Mali, njeri që ka kalu në shumë objekte, ka dhënë kontribute veçanërisht në specialitetin e financës, për i vite që punon në Telekomin Shqiptar të Shkodrës, të gjenë kohë me të merën me veprimtari krijuese, kjo me të vërtet duhet në rrugë, edhe duhet shumë. Sepse si që tha dhe gazetari më njohur Nikola Skallari, personalitetet politikës botërore, edhe asaj shqiptare sidomos, janë largu nga jeta publike, nga jeta politike dhe s'kan lënë asgjë mbrapa. Nevoja për t'u kthyr letrave është një nevojë, do thosh aspirate gjithëve atyne që kanë të veprimtarinë, qoftë në fushën e letrave, qoftë në fushën e ekonomisë. Pra të gjesh kohë në këtë atmosferë ku njerëzit, popullit kanë shumë hallet, sidomos lidhura me qetësinë, me ekonominë të shkrush, t'i napish vepra popullit tanë, qytetit tanë, duhet shmu dhe meriton vëmendje edhe respekt. E përgëzoj edhe në emrin të kolektivit punojës të Telekomit Shkodër, i uroj krijtari të reja, i uroj vepra gjithnjë më të mira, edhe me gjithë shpirt i uroj një pension të marrë dhe pensionit mos e ketë të fjetur, si që ka shumica njerëzve po aktiv, edhe të bujshëm, të uroj ma zemë. Është njëri tepër sensibil, edhe me atë botën e tij shpirtërore, ai mundohet të pasqyrojë një realitet që ai ka përjetu. Vjen mirë sot që promovimi bëhet kaq simpatik, kaq i këndshëm, në një mjedis kaq intim, tregon edhe vlerat e shokëve të punës, që tin t'i japin respekt edhe vlera kolegëve tyre, ashtu edhe të kolegëve tjerë, shkrimtarëve të mirë njohur, apo edhe me pak, për respektin reciprok nga njëri tjetrit, që ne si shkodran ka mjaft të vite që kemi humbur. Dëshiroj që të ardhmen një gjë e tillë te Luigi të shpërthej akoma më tepër dhe njëkohësisht promovime të tjera, shkretilla të bëjmë sa më shumë. Prezencën tuaj në këtë fest të ditëlindjes të librit të librit. Jam shumë i gëzuar, sepse ndodhem midis kolegëve të mi, ndodhem midis pashamirësve të mi, ndodhem midis figurave më të mëdha letrare dhe artistike.
të rrëmë shkollë. Fjallë e tyne, lërësimët e tyne, në këmbajnë nërë vetë mu, desa i që rëzëtojnë më të. Në asë shpirti se shokë se aty, një pjesë shokë që atë që ka menu për në rëzëtu diçka për Shkodër, për Shqipëri, për të gjithë, po binëm që diçka është marrë edhe nga shoqëria, dhe kjo është edhe qëllimi final i jemi që të shërbej sa më shumë të japim diçka për këtë atë për këtë kohë, për Shqipërinë tonë, e cila nuk është dhe nuk krahasohet me asgjë më. Dhe herë, ju falenderoj nga zemër për pjesëmarrjen për vlerësimin tuaj dhe uroj që ju shpërbej gjithmonë atë mundësi. Pejgamberë Mustafa që është si pas mundësive. Në armë diçka në koktejl. Jemi të gjithë në shpinë. Nam fjalime individuale kalojmë kësela. Salume, banguia, ciao. Dă-mi telefon, Branco. Uite-ți, Branco, uite-ți. Băjda, uite-ți pe să faci un uite-ți, Branco.
Spontanare io disa e vërteta, ma të sori me gjitha. Ato s'janë përsëri, janë të dobishme për gjitha. Edhe këles. Një ditë bukur folin një fjalë. Dhia dhe bia janë prostitutë. Për kokën tane mardjan, pashala kujkut, të lutëm shumë, mas e zjatë. Të lutëm shumë, mas e zjatë. Mas e zjatë pi. Të është i po lajmë falë, dhe ka shumë se... Paulina, che in nota? Unë nuk di me pash ata. Kush merret me? Prilë me likë, qepat, plët. Falë, më stekoja, plët me paraj. O, leci, zë teknikat e jetën koli, e bejtën nuk të konë mu. I shalën e vishtë moli, si mramet keme vazhdu. Kalec! Është jeta si përveç, si normale në shkepa. Ndo që mu bëha 100 vjeç, gjeni rrodhëm të këllës pepa. Ty Napoleonin,
me qenë se marrë pjesë këtu, isha edhe shpejt në telefonin. Unë kam marrë në Bejke Qijet. I kam gjetë 20 vjet në radhë për mu pa kryetar bashkijet. E nuk po di që me thonë. Inshallah telefonin ta vendashi. Se po dash me ta bullën edhe na. Ti shqetësohesh për telefon kot, se këtu në sallë, për numra kemi shplot. Kam një gjagajdur, s'kam nevoj për celular, kam nevoj për një vetur. Kamen Marga, Kulic, ti sot je fitimtorë se dhe ty pi Viagra. Se me bo me folë, unë i uli vlerën. Se flasë për Shokun Belone dhe Shokun Belone është këshilltar për ne të gjithë. Është këshilltar i madh. Kam dëshirë që të recitoj një poezi të libri, nëse të më lejoni, për Kosovën. Kodo fushat Kodo Ane ma let ushtonë. Le, kujdes. Ashtë përshi Kosovën flak, trupi saj, ore o qanë. Kushtrin bura si që mori, jemi flisi kastriotit, para dhe dhe për flamur, toka tona si lëshojmë ku. Kanë rovë push dhe granata, vjen dhe vajza nga Kosova. Në në rubri, ma nuk rojë, për liri, jetën lijojë. Si luaj trimat që ndroj, bal për bal dhe të luftojnë, kam danë besën tanë në rarë, nuk dërzonat për së gjatë. Kena lirë me trojet tona, gjithë Kosovë është dhe jona, nuk kërkojmë as gjama debër, dum liri si shdo kom tjetër. Nuk du më u bajnë që njësh, dhe pranoj me marrë shpejt deka. Veç në lista mos me më fut, mordja e Shkodrës, Koles Pepa. Kush? Nije? Ma i përzhire. Kujdes. Kujdes në kam, Kulic. Jetën të me për fus. E një pjallë du me të thonë. Me 100 vjeqa nuk të fus, po të planë atë në nënë. Kam 3 letare që kam 500 vjeqë. Pa në herë vazhdojnë. Që në 16 vjeqë kam të, ma mund të i baba, këllë dhja që në vetë. Shumë nuk i njofë. Kam ku në Itali 7 mujë. Kam që 2 letën e nderë ka 100 e ka të vetë që në 3 vjeqë. Kam pa bute, ka kërësën në rruqin atë që i vjetë. E i thash, në të pari për... Por si 3 vidis vetimave, ky nuk është vetëm mordja i Shkodrës, po dhe mordja i rrethinave.
Këllëcic. Vetëm policis, se kur si kam bërë bizvorit. E thamë deri sa des, ky pak është armorja I humorit. I ardhi titulli Paulin Selimit, I thëmë çfarë titulli? Koleci I ardhë. Po pse të kam me kolecin? Një herë tjetër që shullë Paulin Selimi, unë e tefa shkoshim në Stanit se ishim korrespondent të qytetit. Po parojnë edhe mu, shkosh ka dhëmë. Pak ma vot, ja. Pavlini kam rrit 2 ditë më para. Ta përrazojnë për kolecin. Pavlini kam rrit 2 ditë më para se kishte punë një librit, unë me tepën, kada ka dalë, po shkojmë në Stanit të pejza, ku në kanë zanë namin. Tefa I shkajt më falë se ka që pas bëllë, por në anë të ka push e ka një, ka dektatë të pasën, me 22 korek. Shkojmë pejza, kene arë më vërnesa, I kam shitur. Po s'kam pasë në është, po s'bëja unë. Ate, jullin tefa, jullin të adhe unë, po jullin pa një vollë me 7 fëmish. Thot tefa, mos ke fëmish se s'kena cis me ilan me pishë. Jena një katëret tefa, kishte hazë që bëhë, typ. Jena një katëret tefa, e qira dhe tefa. Po të zërë shratën e fëmisja, jene mërte, në du gjënë, që në duhet. Jene mërte, zori shratën jartë fëmije. A dhe shokë kam zanë, shokë në mëzune gjumi, shokë qytetarë, qile urna, kretiu regullorin. Tefa, të kena gjithë tyme, se mas dhe ishte regulloria me gjatë tyme. Aja e kohë, jam mërë të përshkratë, në të shtatë në alë. Haza gjemofire, këna gjithë tymi. Pavlin, kujdes. Pavlin. Regjistrohet emrin në hotel, regjistrohet emrin në hotel, edhe merte parët e shkode e fletet e vllajt, Jakubini. Tash në opso, regjistrohet emrin në këtë, me këtën me fjetë me Paulin Selimin, ta këtë bashkë. Mo në kishin po qilote, unë e Paulin Shtjefni flashin me këtë qilote. Edhe, kolesi ta shka registru emrin, edhe shka në flendeju për Jakubini. Aty futet I katunar, që I fut kolesi për me I marë farë. Futet aty, vinë me fjetë Paulinin një nën, kjo katunari në tjetër. Vjenë policia një këllon. Edhe, thot, I policia. Qënë këtë katunari ma parë. I thot, më falë, ishte kontrolë. Si e ke emrin, thot, kolesi I kishte thamë me thamë jam koles Pepa. I thot, koles Pepa, Paulini, hapësi. A jam Terezi, a koles Pepa, këna sa. Si kishte diptu. Si kishte diptu. Kë kujtojnë e sa kolesi, jam koles Pepa. Ka më rrëtë me shumë për Paulini. Nej se marë. Bëhet maramja e fundit e roseri. Kolesi në thot me kompozitem të malu parë, edhe kishin shtru një dark ata, bukuri. Ti kishin një antipas, edhe një birë, ma ne tjera ndesh me marë marmeri. Kolesi tash vitën me grua me vajzë. Si ishte puna dy. Edhe na thot, ne thot, Mazeni thot, Mizeni vene thot, së më po shkoj thot, se shkëm me marë grua me vajzën se kishtë dhe të I vajzë. Po di son. Paulini rrën atje, unë lanë 3 ka rriga se ti, se 23. Ti ishe beqara. Ja lakë, shumë unë rrikë këto, I beqara. Vjen kolesi, I e thot më nësabu dhe këtë. A e borrini, thëmë bani Niko Nikola. Po qarë? Thëmë, ishte puna për I beze, thëmë I bjerë, edhe me qenë se I doli mirë aktiviteti, thëmë kë në tha që I halë një pini sa doli, po ose I qatë doli se I pagur tona hosteli. Ashtu, po, kolesi, ti fundet kolesi, ma bjerë edhe I biftek. Bjerë edhe këte, më bote mu, pëse smërti, nuk më havet, se rafi ma të rvejt në qatë. Kur vjen puna me pagur kolesi dhe I një e të shqillek, po dhe rishti mu. Edhe I tjetë, thote, pëse delni ju, se zjati jave, pëse delni ti e Paulinin televizor? I thona e Paulinin është I forësave, kom koles mos dintes. Po qa? I thëmë I nëtë gazmirë shqinë, sa herë që hinë në nëtë ka I qillek. Kolesi të shërrejta rrallë para për me dalë në televizor. Në është se ku shkoshim bo furë që ma dje, po kamera që di, mërë në atë skutat. I thëmë Paulini nëtë ka I qillek ati gazmirë shqinës për me si televizor. Po të më përjena për orë, ma po shpo gjisi me avane, tu I Paulinin. Ja, pa të me nërvjene, për që do të Kur kam shqit në pejza, kam të shpetar, Paulini, kam shqit në pejza lamën.
shkuat e vëllai që punët në cilë orkestër dhe gjithmonë shita dhe anë ka shku me hapë kusht ku jam Koles Pepa. Ta i shketi para me tjetë. Rita Noce e mota Federik Nocit janë ta me telefon e kanë marrë moment ka parë në jashtë, kanë marrë telefon mund ta. A i pa për veditën e më kanë ta. Aja i fetov marrë një qelin e gjitharë policia me nga kontrolu. Kur njën marrë policia të të një qërimin me që ka nëllë. Ku që ti filani e hapë, kur për deli kry. Koles Pepa, thash. Atë që duke në i krimin e qyse e kërgën policia. Duke mori 3 djeta. Me atë e banë është ato, e vanelit. Dele i birë pritet 3 dit, në morë biljet. Na, një fantastë. Ja, ma putre është e në ferë, kur shkën këto. Nuk e nderoja me hy Koleci. Ja, futet hanë është edhe që një minut të difën për sërë. Po një grupi një drejt që të hajë. E i thot Koleci, a e din Marti, se ke panarë. Unë jam humoristi më i madh i Shkodrës. Falni shoku Paulin se s'njoh. Jam ma vlekë me përgojnë Sedrën e Paulin. Jam ma vlekë. Nikollë, këtë i thana, di kush jam, të kryetorit Gjekës nuk jetë se e njohë, sekretorin e porit njohë, kryetorin e njohë, kush i e ti? E kanë qitë. Ajo thëmë ditë që dhe ty? Paulino i mjeri te, Koleci shumë e ke frikë. A me ndonë se një ditë Koleci ka me zanë zgrip? Se Koleci dhe së shpejti, shkon diku lartë atje në ministri. Ty ka me të shtypë si pjeshtë. Bejnë të eshe kja. O lepsina. Dëshë, Paulin, vasë Koleci i ditë dhe më thë. Në Koleci kërë të Shikja dhe të shi. Do të edhe më në përkdajli fjesë edhe, po dhe vetë me kanë. Para me, po. Qa ishe ti me pozitë? Ja, thot, shikja thot. Ja, shikja thot. Unë do t'jem të bani i këshu që e majtja, dhe thot. Ta shti thot, kja është e qashtë. 1, 2, 3, 4. Fadil Kraja thot Skender Drimi. Koles Pepa, Paulin Selimi. Bajnë, sa më, 4. Ta shtot ma gjajt 5, thot. Ja, e më ja, Nikol Spatali thot 5, ma gjajt 6. Do me banë vetëm në 5 ishim qërë, që e ishim tekë. Bojnë kja pa që ke qërë. Po e shajsti unë dhe. Qa që je ka. Sa dhe partini më vërë dhe rrë. A dita të li, kanë dojnë në nga Koles Pepa. Ba Pavlin të zikojës në qarë. Po shpia, gjithë gërësh, të në me Kolesi, aty pasra ka një plaki që në Sovjeq. Dhe ajtë i thonë fëmive, qa ka mund pëse s'mi diftori? Ta kur gjonë, kënë një javë asfate, asfite, a i plaku. Në fund, ta bojnë marak njipat, qa ke mërë bërë? Qa kam, unë kam në ismuni e fështirë, ju nuk ma diftori. Po s'ke kur gjonë, pse si dhe pra Koles Pepa të nëjna? Kanë dole ata, kanë armë, kanë kapë burë. Bo me po, ma nëjna, kena me mytë, bo me dikja bim në, ka letër më suket mo. Jo, po ashtu që ka të kemë plaku. Ja e su me banë homër. Ke pusha piri, kam pa një letër për e kësubi që në 3 veç ka vdek. Kam shku për pare me kërku nipin e ti që ishte Bajajit, nuk ka homër të veç. I ta që, ko e Juliani nipin? Sa këtu? Kam qëdan kam nevojt, kush jeti? Jam Koles Pepa, ti mami më që është e mërd, jam në 90 dhe. Më ka shku, ta ashti krevat, po më shka, edhe mas 2 dhe ka dek 103 vjeç për e kësubi. Unë e mora vesh, shkuam i marrë letën e deknëve, edhe i gjoshë që vetë, na ke mytë të abapen, na ke mytë të gjyshi. S'kam di gjo, të që jam mardanjet mira me te, po kur hinë shpinë, për klasë e mija janë dhe mërë, janë. Po se Koleci është bujarë. Nuk e dhime të asë gjanë. Te që po e të rëpëj, është e sakë. Në kohën të klidhes në aje që në autorizime për televizora, edhe ja dha shpi një autorizime, mori televizori. Gjepi i katumare do të me shqipë. Martri. Se e kisë televizorin, e vjenem lutet.
manë njënë të edhe dhe tjetër. Ma prishi po. Ja i lyp me i shishe raki. Bukur, i eshin të kafe dibre aty. I tha mund pëta regulojnë, po i shishe raki. I shangaj. I shishe raki 19 lekë që ba. E kisha bashën, një pëqinaj e pëqishe një raki, së një gjote as 19 lekë. Do të mi marrë katonari 45.000 lekë, 30 bate televizori. Se bajnë kalon në i pari në gjenë të dira të folë kështë në gjenë një shlaku që ashtë një bëjagji. Marë shlaku? Po marë. Pa që më 5.000 lekë të tjetë? Në të shkuat. Që është në ishtu? Ma e punë dhe televizorë në të shkuat. U detëru me në afro që në skiti në raki. Ka një. Ka një? Të shka. Hajde të buja. Edhe ka kja ja. Ma unë se i falë kollet, ne emën dhe kolektivit tonë se na mytë me telefona edhe me Barcelera. Me e thonë unë 4 varë. Nuk jam poet, kërkojnë nimen e kolektivit për dorë trokitje mrapa, se ndoshta super qenë. Dashja, ka mërësi me futën tem. Simon Peps i kanë shkurë bare shumë. Ja, kanë me spjegu atë. Simon Peps i kanë shkurë shumë impulse me pagu nga ju të Anë për morën tonë me kolegjin edhe tonë kërkun telefona. Ta shumë nga më 4 varë. Thënd kolegjit po i flasë Simonit, me respekt konsiderat. S'kam që i bëj unë telefonit se ka gjuhën e gjatë. Që po këtë i se vetëm ta? Atër Caritas, njëftën që po bjetë kamionin në Nima, dhe ai që ka 5.000 meritën me kamionin. Ata që ka 4 poshtë, në alën në Nima, pantalone vake që andat me shmet Kush ka 5.000 mirë, po krysh këriti të të shoqës, gërbu të po nisën dhe në koshë. Po pëse të se kam gabuar, kam i fëmi me i përshare. Atër ka ku krysh këriti në koshë, ka këpëj me fëmi, kur ka gjithë 2 fëmi, po kërën 2 tjetë. Po pëse kujtën se s'kajnë baba dhe 2 fëmi tjetë, si ka pas me 2 dhe ta. Sepse jo të gjithë jemi, në shpirt jemi gjithë të ri. Kurse e mosh, që di bashkë. Unë jam i ri se kam 20 vjetë, me gjithë të kam një përësi Prej kolegjës. letë ma marrin isha, nuk ma merë njëri, është për kërkesë. Kush nes fitili, ka një përësi. Voj i Karnelit është arë dhe fjeri. Kam vajzën e Ferodorës. Edhe, shkon të doktori, thotë si më konsultu me doktori. Më thotë, të qa kjo arëzoj? Thotë, kam një problem thotë në familje, po në thotë, kjo është për vizite, nuk ka gjendje civile, në gjoshtu. Jo, thotë, po kam thonë një burit. Pse që ka burit? Burit thotë ka një 6 vjetë thotë si fletë në gjurë. Që pan ditë thotë, i jetë të na ndarë në gjumë, thotë. 6 vjetë thotë, ti vjen i tesh. Pse që ka thotë? Unë kam marrë për ti të gjatë, s'kam marrë për këtë punë, po për qa? Kam marrë se ka të shtreditë që i ka me prej këtë punë, si Kur se Filip Dahi ato që se ka original grunë kurçare, edhe në 60 bëhet prisha me Bashkimin Sovjetik. Edhe një pjesë e bashkëshorëve u detyruan nga sistemi mi la gratë. Filipi të i pyet kur po prisha me Korçën. Gjënë referati që po atër të Shkodra në Shekoj, u mori me Shkodra, e pëllej me Filip Dahin me këllgjaret vërtet. Dyqanit për ka një të dugoj të reja, po thëmë roba qeps. Ka një mas për kështu këmimi. U mori atjera ku. Ka një fshatar me i kall me dru. Kja një e vërtet.
I ka thënë qa do ndërru, nuk kam nevojë se ka marrë, por shko se I duhet e Hilmi Saiti Dega Mashme, kryetari Degës. Ka tonari me ka ndërru, ka shku të Dega Mashme, ashtë Hilmi Saiti këto, po, që këtë ka ndërru, a dhe me marrë që këtë pata, kush ka shurë të Filip Dajie. Hilmi I ka thënë shko, ka shku me makinë tillë të Filipi. Po të Filip, që ka duhet më drut, po t'ja I ketët, njësë po në për akademi, a duhet të drut mira, në pasë të qëra. I Filip Dajie, s'ka të baj ka, ma në ka të këlasë. A I ka falda se dove vana t'ja dy? Jam I jasku. Shumë se jam I zja. Jam më dhamë sa të shumë. A I ka pështu mirë me këti skeqet që u patesh për energjinë e trige. Me dy gishtë të vesh. Pra kam thënë 4 vargje, po thonë edhe Barcelet do të tërhiqen, nuk mundën ma. Se në thënë njështë të morit. Jo, mund të kanë po. Qo se butre, shumica Barceleta ishte personazh gratë. Edhe natyrisht pushteti ty në vine rritër, sidomos me zhvillimin e shoqërisë, pushteti grus të rritër. Du më diftuj Barcelet. Ne I keni lënë fundë, keni lënë kërët vendit tonë. Nuk ka defekt jemi, ka marrë në fundën. E kam gjithë halën e banë. Me këtë rast në hapa dhe në prefektur një zyre e posaqme, dhe prefektur. I thret pasha në kala burat e Shkodrës. Dhe I thret, majtës kanë me dalë ata që I drojnë gratë, djathës ata që nuk I drojnë gratë. Vetëm një grup ati në eri në folë, tjera të heshtë. Këta që kanë heshtë kanë me ba analizën e dëmëtarisë. Analizën dorë. Qohën tonë burat në kala edhe dalin majtas. I droshin gratë. Pasha thëtë, si ka mundësime. Tonë thëtë I droni, djathës kishte pa dali qishman. E rënjati në vedi. I thëtë pasha, pa ti marrë shqyqyrë, thëtë, që doli e njëri që nuk I dronë gratë. Pashtët, madhni, më ka thonë gruja, masu bashka me shumicën. Të shkruaj, duke nxjerrë më aq sa munda diçka nga thellësia e shpirtit tim. Një pyetje e madhe breng, asnjëherë rehat nuk po më lën. Pse ti ua dhe që ke një diell dhe një tokë që pak kush e ka në botë bashkë me burra e gra, djem dhe vajza, të cilët gjatë shekujve luftuan si dragoj me shpatë dhe penë në dorë, sot jeni në rreshtin e fundit, më I varfër materialisht në Evropë. Kështu hapet libri Një dritar nga jeta e shkrimtarit Luiq